publik, po asnjëherë tjetër për asgjë. Për kë votove, përse votove, asnjëherë. Unë votoja gjithmonë për gratë, edhe kur nuk e meritonin. E kisha bindjen time, thosha ka shumë burra, le të shtohen gratë. Pra isha plotësisht me Ramën këtu. Nuk është se nano ishte kundër grave, dhe ai plot gra solli. Ai e solli bile frymën e re, vërtet të feminizimit, le të themi, dhe të politikës. Por Rama ishte më invadent, më i vrrullshëm, si thua. Ju tha të dalem për herë tjetër, po ndoshta mi fjalim, mund ma thoni atë që ju tha Rama? Jo, Rama më tha, Sajmira tha, unë jam i bindur që këtë vend gra do ta shpëtojnë. Unë nuk i ktheva përgjigje. Edhe më rak shukrave. Edhe tha, pse s'po më përgjigjesh? A ishim në panel, po dëgjonim të tjerët. Tha, pse s'po më përgjigjesh? Sepse i rashë unë krave, i thash, sepse ti je shumë i zgjuar, i thash. Ti do shumë gra dhe do merresh vetëm me një pastaj. Do t'i vësh rresht, thash, gjitha. Të lutem më thuaj edhe raportin tani, sepse për tej nanos ju njënit edhe ish bashkëshorten e tij Regjina. Si kanë vijuar këto vite, pra nga 90-ta edhe deri ndoshta në 2000 e ca, nuk e di deri ku i keni pas kontaktet? Gjina dihet që Gjina do të shkonte jashtë shtetit pastaj dhe u emërua në ambasadën shqiptare në Francë. Dhe unë kam takuar vetëm vajzën e saj në një delegacion që kam qenë në Francë në 98-ën. Ishte ambasador Luan Rama, jo Luan Rama gazetari apo ish ministri, po Luan Rama i gazetari, eseisti, shkrimtari, pra që ishte edhe shok klase me Nano dhe me mua shok gjimnazi, dhe aty kam takuar vajzën. Gjinën nuk e kam takuar, ishte në një qytet tjetër, dhe e kam takuar disa herë, jo shpesh. Tani, bile e kemi lënë edhe për një takim të afërt në këto ditë, po gati ka një muaj që e shtynim herë ajo, herë unë isha me gripe, kështu me radhë. Po jo ndonjë takim intensiv të themi. Po mbetemi gjithmonë me konsideratat shumë të larta për njëra tjetrën. A kujtoni diçka tek pritjet me personalitete të rangu të lartë botror, pra do i batut të zotit Nano, apo se për këto shuhesh më shumë. Pra, çfarë mbani nga pritjet për cjedhjet e këtyre vizitave të rëndësishme, e takimeve me peshë? Unë nuk kam, sepse periudha që unë kam qenë në stafin si shefe kabineti, ishte kur ai ishte kryetar partie dhe kryesisht priste këto të internacionales, Luiza Jage, për shembull, që ishte sekretari i përgjithshëm, dhe unë nuk kam qenë, me këtë kam qenë, por nuk kam qenë në takimet shtetërore. Disa kur ka qenë Bleri dhe ndonjë tjetër tani që s'kam kujtohet, unë kam qenë thjesht spektatore brenda oborit të kryeministrisë, sepse isha drejtore ose zëvendës sekretare e përgjithshme, kaq. Po jo në takimet e vogla që të dija që tha, që bë me të. Dhe bile në një nga këto takimet me të huajt, nuk e mbaj mend se me kë, një nga ata djemtë që përkthente, ishte një djalë shumë i mirë, po kishte ca probleme personale. Ai ngeci, nuk arriti dot të përkthente, kishte mbaruar jashtë. Nano me qetësinë më të madhe përktheu vetë, me të tërë u tronditën me një kuptim, dhe nuk tha një çere klafi për atë djalin. Ai ngeci sepse, nuk e di, kishte bërë diçka gabime. Nuk i kujtoj, nuk arrinte do, po ngeci, do të thënë jo se njeriu se gjen dot një fjalë, edhe këtë e mbaj mend gjithmonë, Nanon njeri, e theksoj këtë. Unë Nanon politikan nuk mund të them që e kam njohur, e them dhe atje. Ndoshta analiza politike do të bëjnë shumë, kanë filluar dhe tani, disa shkruajnë shumë bukur, dhe disa që kërkojnë llogarira për gjëra fare kot pa njohur problemin dhe pa njohur Nanon nga afër. Por që jo të tërë mund ta njohin nga afër, sigurisht, por që unë njoha Nanon njeri. Po te kjo, që ju njohët Nanon njeri, nuk do mund dhe Gjulia pa ju pyetur për rivalitetin historik, armikun politik në thojza. Nuk besoj se nuk ka rënë rasti që mos e keni përmendur dhe në zyrë, ndonjë moment, ndoshta ndonjë fragment edhe për zoti Berisha. Pra, Nanon njeri në këtë raport. Ai
emërtime negative të Berishës, për Berishën ai kur nuk përmendi as edhe njerë. Berisha e kishte futur në burg krejt padrejtisht, tani bën humor, se më thanë që kishte thënë dikur kur i thanë diçka për dënimin, e tha kur ai ishte në qeveri Berisha dhe duhet ta burgoste përsëri Nanën për ndonjë korrupsion. Edhe tha jo, e ka bërë ai, tha, më përpara, e ka bërë në avans. Pra kurse Nano jo, por në trajtimin politik të Berishës nuk isha unë pjesë e stafit që ai diskutonte. Ishin të tjerë që... Nuk mbani me ndonjë fragment që ta ketë përmendur, apo të ketë qenë ndonjë moment që është lakuar aty? Po, e përmendte sigurisht që edhe atë përgatitjen për takimin që donte të bënte, por që unë nuk isha pjesë e stafit, unë e dëgjoja nga të tjerë, si thua, jo drejt për strejti. Si kishte konsideratën për politikanët gjatë asaj periudhe? Nuk para i përmendte. Këtu mund të them që Nano ishte mendje madh në atë, ndjente që ishte më i mirë se tjerët. Edhe nuk është se kishte në i vlerësim të madh për të gjithë. E vlerësonte Sabri Godon, për shembull e kujtoj, që për atë mençurin, dhe ndonjëherë me të tjerët, për shembull kryetar partish që i thriste aty, unë thjesht sa ja çoja, nuk futesha brenda kur bëheshin përpjekjet për aleanca e gjëra, edhe unë ndihesha ndonjëherë në vështirësi për ato shpotitjen që bënte me ta, domethënë. Por ata e dëgjonin, edhe se këtu është ai problemi që në politikë është një raport, do thosha, jo i këndshëm, jo i shëmtuar bile, midis idealit, ose se ideali është fjalë e madhe, po asaj përpjekjes që ti je atje dhe ke si mision shërbimin dhe interesave. Dhe Nano e njihte mirë këtë lloj mekanizmi, prandaj dhe nuk kishte ndonjë vlerësim aq të madh për politikanët që e rrethonin. Por megjithatë, ndoshta si një pjesë e opinionit mendojnë që iku me një peng. Ju mendoni që ka pasur ndonjë gjë që nuk e ka mundur pra ta arrijë? Po, patjetër. Për shembull, ajo është e njohur tashmë, ëndra e Nanos për president. Këtë ai nuk arriti dot. U përpoq, bëri përpjekjet e veta që unë nuk i di, i shikoja si e jashtme tani, se është periudha 2005, kur po përgatitej që 2007. Pra që bile unë edhe prandaj dhe nuk e ndoqa më në takimet e tjera, jo për mendimin ndryshe, jo për ndryshim, sepse e dija që në këtë rast ndoshta s'kam të drejta them, ati dhe mund t'i takonte, të ishte president, por unë them që nuk duhet ta bënte atë qëllimin e vet, si thua të vetëm politik të tij. Ai ishte shumë i ri kur dha dorëheqjen përfundimisht dhe u largua edhe për shkak të rrethanave krejtësisht nga politika. Ishte 2005-a, ishte vetëm 53 vjeç. Domethënë në kulmin e veprimtarisë së vet, të inteligjencës së vet, të aftësive të veta krijuese. Ai merrte një flet që bënim ne një draft për shembull të fjalimit që do ndante, dhe ai për disa sekonda, ju them sinqerisht për disa sekonda, e gjente gabimin ku ishte ose çfarë duhet të përforcohej. Dhe pastaj pothuajse nuk e shikonte fare fletën, vinte ato idetë veta me një shkrim të shëmtuar, të madh, shihni se kishte ishte bukur, po pa gabime, edhe i thoshte me qetësinë më të madhe, me fjali të gjata, po gjithmonë me kuptim. Përpiqesha që ta gjeja ndonjëherë që ta ngatronte fjalin, jo. E fillonte dhe e mbaronte atje ku duhej. Pra këtë nuk e arriti Nano, që mbase dhe duhet t'ja kishin dhuruar, le të them, si president, për atë merit që pati që e mori PS në periudha shumë të vështira, për atë vuajtje që pati familja e tij, nëna e tij do të dilte nga burgu nuk e pa dot në ditët e fundit të saj. Fëmijët e tij, Regjina ka një libër të bukur që e ka përshkruar shumë bukur këtë periudhë, sepse dhe Regjina ishte një nga nxënësit më të mira të gjimnasit dhe të fakultetit. Edhe kjo periudha dhe libri, kishte ndonjë tek këto përjetimet e ndarjes dhe pastaj lidhja me Joanën? Jo, unë bile kur ma lavdëruan shumë librin,
unë jam njeri që lexoj shpejt, romane, kaloj shpejt edhe tani edhe si mbaj mend më. Por nuk e mora me njerë, doja të qetësosha. Libri është i 2007-ës, më duket. Doja të qetësosha nga ajo situatë e krijuar, si thua, dhe nga ideja që se ka shkruar një libër ma për Collën, për nanën. Nuk e ka librin për nanën. E ka librin më shumë për jetën e vetë, po pa tjetër dhe me nanën, se ishin 30 vjet jetë me nanën. Ishin dhe komshi, nga Hoxhatasini, rruga dhe shkolla. Dhe ajo e përshkruan kaq bukur të tëra atë periudhë, pa u mburur, sa bashkëpunëtore ka qenë me nanën, sa për kraj, kam lexuar më vonë dhe kam vlerësuar jashtëzakonisht shumë, nuk e kam biseduar me Gjinën asnjëherë, si libër. Shumë libër i shkruar, shumë bukur, me ngjarje të vërteta, me vërtetësi dhe e kalon fare thjesht atë fundin, jo të lumtur për regjinën, por le të themi të lumtur për nanën. Dhe ai Gjoanën e pati në këto 22 vjet, kështu i bie, 22-23 vjet, dhe sa do ne që qeshnim dhe thoshim, jo qeshnim, po në fillim i vajtëm dhe në dasëm, tham, dërtim pa lejesh, po s'kemi që bëjmë, dhe ajo ka meritën që duhet ta them këtë, që u përkujdes për të, deri në fund. Por unë s'kam pasur asnjë lidhje më. Ndoshta për ta mbyllur, bani mend ndonjë çfarë do ju mbetet në memorien tuaj, ndonjë rrëfim apo ndonjë tregim ose diçka, ndonjë sekret që mund të ketë ndarë nano me ju gjithë këto vite, ose diçka që nuk e keni, që e mbani, që ndoshta sa herë që ju kujtohet edhe emri Fatos Nanës ju vjen ndërmend. Jo, jo, nuk kam ndonjë, siç e thash, nuk kam ndonjë sekret, edhe unë jam njeri kështu i lexueshëm. Edhe nuk dua të mbaj sekrete që nuk kam asnjë sekret nuk kam me nanën. Politikë jo, edhe për gjëra tjera absolutisht asgjë. Por unë mbaj mend vetëm atë që unë nuk i thash nanos asnjëherë faleminderit. Kjo më pikëllon tani. Sepse në këto 20 vitet e fundit që unë mund të atakoja thjesht atë, ai u izolua, ose izoluan nga ne miqtë e vjetër. Dhe me qëllim ky sepse e izoluan, apo ishte momenti që u shpërngul jashtë më shumë në Vjenë? Po edhe ajo, po them që edhe në rrethana të tjera, mbase edhe mund ta kishim, edhe ai vet mund të kishte kërkuar të bënte një bisedë miqësore. Pra u shkëput fare mas ato takimet e veta që po filania pse s'është. Edhe e ka marrë përgjigjen që unë politikisht në një kuptim ose taktikisht, si thua, isha ndar nga taktikat e nanos për të arritur presidencën, patjetër. Nuk isha me këtë. Por kjo s'do të thoshte që ne mos të ishim, mos të takoheshim. Disa herë e morëm si iniciativë me shokët e shkollës të gjimnazit, por nuk e arritëm dot. U së mur, iku në Vjenë, na duke si kështu që të kërkonin patjetër për atë qëndrimin konservator shqiptar, do thosha, dhe unë e përfshirë, që të kërkonim, se duhet të kërkonim ndihmën e Gjoanës për të lidhur. Edhe kështu që beti, dhe unë vërtet këtë kam pikëllim, që nuk i thash njerë faleminderit. Faleminderit me gjithë zemër për gjitha të vlerësim që më bëri, ndoshta dhe jo shumë të merituar. Unë nuk isha unë e njihja teorinë e politikës, kam bërë disa kurse, kam bërë shumë mirë, po ç'më duhej. Në praktikë është krejt tjetër. Dhe në Shqipëri është krejt tjetër. Se Pinon, të falenderoj shumë për bisedën, për gjithë të rrëfim, kujtimet që ju ndat dhe gjithçka ka ndodhur gjithë atë periudhë që e ndat me publikun tonë, jam mirënjohës shumë. Faleminderit.